Adelina, jemi në festivalin më të madh të shqiptarëve Alba Festival. Ti sa po performove? Si është të performosh edhe pse ke kaq shumë vite karriera? Ke ende emocione për të lësë? O sot po. Unë kam pas një pauzë gjatë dhe sonte kisha 2 fish emocione, por momentin që tola humbën. Humbën. E marrë milionit të që Adelina është kokërrylli, është shumë e bukur live, dhe ne po fitit me një në ajër si diva. Faleminderit. është shemi shumë e thatë që filmi. Shumë e vërtet që në kamera unë e dukëm shëmtirë, sepse gjithë... Kush e ka thënë këtë? Sepse gjithë më thonë shumë bukur dukesh live, që do të thotë se... Jo, unë e konfirmoj. Unë duke të tia. Po ndonjë projekt i ri Adelina, që mund të vi së shpejti? Po je pau. 40 vjetori dhe burim, menaxherim, më ka dhënë kusht 4 projekte, jo 1. Super. EP me 5 këngë, film dokumentar për karrierën time, koncert dhe rimasterizimin e këngëve për fëmijë që i kam pas kur kam qenë fëmijë. Fansa do të çmend. Jam shumë i sigurt që do t'i pas të gjitha. Po ndoja fus shumë. Le të bëj ai sa ai është menaxher. Jemi këtu me MC Kreshën, njerëz më në fund të trajik për realitet. Na dishte e kisha ëndër unë që të takoja. Se për të parë festivalit kemi parë. Atëherë, më vjen mirë, me që se ke pas ëndër, kena me ta dhënë një dhurat, një album tonin, se na e shtypëm albumin e bojna për Meraklit. Një album dhurat? MC Kresha. Do detyroj edhe festimin ta nënshkryj edhe lunin patjetër. A je lodh sepse vitet e fundit realisht ju kam parë shumë aktiv. Gjatë gjithë kohës të koncerte, në festivale, gjithë rinia të shmëndet për ju. Si a dilni pa u lodhur në asnjë moment? Shiko, lodhja është pjesë e jetës dhe të ke funit, kur lodhesh prej punës, është një barë që ja vlen që rëndë. Po më u lodhë të najtë është keq, kështu që mas pari falenderit të gjuzve, fanbazës, dashamirët muzikës tonë, që kanë nerva. Nerva dëshirë, sepse ju i bëni me pasion gjëra, absolutisht. Pa tjetër. Ju keni shumë vite që bashkëpunoni, ti bashkë me Lyrical Sun, me festimin. Si po shkon gjithë ky bashkëpunim, sepse nga jashtë duket sikur është çdo gjë shumë perfekte, po a ka ndonjë moment që ndoshta dhe ju mërziteni njëri tjetrit ose keni ndonjë debat, ndonjë grindje? I mërzit nga vetës. Kompanioni tjetrit. Ma e bukur e kësaj është që ne jemi të identifikum si për inatit njëri tjetrit. Okej. So, pint, do me thonë për inatit njëri tjetrit. Nuk është thjesht speso. Shime sa e fellë Për inatit njëri tjetrit. Sepse në shqiptarët inati nga kalon mrapa. Shambull inati Bajrakut, si Bajrak. Kjo, inati jo, na jena matë meshme, jo jugu, jo veri, jo një malok, jo shtu. Pastaj, do me thonë, gjithmonë ka pas një fenomen paradoksal që na ka lënë me ngec në përparim, se kur ka qenë koha përqafimit të industrializmit, revolucioneve, na nuk kena inati me zvete, realisht në investime kena një shoqëni shumë të shnosh, e për bashkëpunim, me qenë se shoqënia është të shnosh, bashkëpunimi është i natyrshëm, e sa i përket Specit, do na me të me junë, do na me ju sqaru pse. Mendoj që mas Shqiponis dy krenore Speci na identifikon një shqiptarë. Speca me vaj, speca me ve, speca... Djeks. Jo, do më thonë djeks, po, speca turshi, speca dolma. Mendoj që ne kena dikon një 15 disha vish me spec. Ne si pint jemi kompani freelancerësh. Dhe se cili ka aksionet e veta sa shtin pun edhe sa shtin investim qoftë financiar, qoftë... E më se dhe përqindje merrni ju tash aty një çik, jo fare? Do me thënë se është për biznes. Është për pasion, për dashuri, për të prodhuar këngë bukura. Unë mi pyet krejt artistat që konë të na.
kur asnjë licencë humor Zero. Zero. Kjo është muzika për pasion. Prandaj e dua njerëzit sepse e ndjejnë dashurinë. Kresh, njerëzit janë kurios të dinë përtej skenës, si është jeta e Kreshës. Çfarë bën Kresha, për shembull, ja këtu në backstage përpara se të gjitet në skenë? Keti ndonjë ritual, diçka që e bën për të hequr ankthim mbase? Numër një, nuk përjetojmë ankth përveç se kur na bëhet presion konstant para se me dalë në skenë, edhe ne tentojmë që të shmangemi në çdo kontakt, sidomos në 5 minutat e asaj qëtësisë para stuhis. Po e kemi ritualin në festimi Lyrical Sun, e bojna një ritual që është përqafohemi edhe thojmë dua, do të thonë kënojmë dua edhe bëjmë lutjet edhe pastaj e marrëm drejtimin për në stage edhe e konsiderojmë si një ditë të zakonshme në zyrë me emocione të veçanta. Duket sikur keni një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe jeni miq shumë të mirë, po në një debat të vogël, pse unë për shembull me këtë që bashkëpunojmë zihemi 10 herë në ditë. Ma 12. 30. Nga bashkëpunime pa debate. Ja. Për çfarë mund zihesh për shembull? Pse ke vesh këtë? Hiqe këtë vishi gjë Unë tjetër? festimit ashtu ja bëj, po. A ja bën? Po. Po ç'është pëlqen ty kur vishet festimi? Së më pëlqem sa e këmisha kuqe që kish vesh. Se më është shumë bukur ishte. O, unë tash Pëlqen ty, dakor? nuk do me thonë që unë kam të drejtë. Po që se si prizmin tim të se si është, kam të drejtë t'ja shprej opinionin tem Absolutisht. edhe ana sjellës. E ka hequr ndonjëherë ai bluzën ose pantallon që ke thënë ti s'bëjnë këta? Jo. Jo? Nashta se di, nuk e majnë mend, atë po se besoj. Kam një shqetësim shumë të madh, të cilin dua t'ja adresoj dhe kolegëve të tu. Këndimi me playback. Ishit, do me thënë, ndër të vetmi të themi që këndoni live me zërin tuaj. Kanë thënë që kanë harruar citin. Po e kemi shakoj, kemi shakoj. Që është kjo puna e playbackut në çdo koncert, festival, klub? Okej. Së pari, për hir të korrektësisë dhe respektin ndaj kolegëve, nuk kënojnë playback, po kënojnë voice over. Është si për këngës. është një tjetër teknik. Edhe ajo për neve, për mua festimin është pak e rrezikshme, për shkak se ne kënojmë me shumë emocion. Edhe kur kënon me shumë emocion, shumë let mundesh me hub zonin, se ti je të konkuru me një aparatur kundër një aparature shumë më të sofistikuar që është masteri i këngës tonë. So fizikisht i bën dëm vetit edhe zonit, telave të zonit. Për tjerat, ljuroj sukses, i përgëzoj se cili e ka rrugën e vet, dhe nuk mendoj që jam personi adekuat me i kritiku, me i këshillu, nëse të paktën nëse kishte dorë ti bësh këshill, ta kish pyet. Vedo Gjizi, jemi në festivalin më të madh Alba Festival, ku mblidhen shqiptar pothuajse nga gjithë Europa. Ti sapo e bëre performancën tënde, si shkoja? Kishe emocione para se dilje në skenë? Çapo pretendon që do të them që kisha emocione? Po Adelina tha që kam tha. Një artist mendoj që gjithmonë ka emocionet e veta. Domethënë është një pyetje pa diskutueshme. Mane, nëse i merr emocione ato jethat e frikës, nuk besoj që një profesionist i ka ato, po festivali është një festival që bëhet që shumë vjet, tashmë është bëhu pak si traditë, jo valpune, po çka veçohet për festivalive tjera është që në këtë festival është gjithë shumë e saktë, që vitë radhë që bëhet, ndjenja është shumë e mirë, organizimi është shumë i mirë, edhe njerëzit janë shumë të edukuar dhe shumë të mirë. A janë veç shpicë, sa me vende tjera se Vinar nga e gjithë Europë. Ama jo, po më përshtypë shumë kjo mosha e re, domethënë rinia e sotit që kanë evolu shumë edhe janë shumë më ndryshe prej që unë i kom rritë disa generata. Shumë të thoja, po. Kom rastis për mirë gjithmonë po flasë, kanë shku gjithmonë për mirë e më mirë. Si ndihesh që pas ka shumë vitesh në treg, njerëzit edhe të rinj i din përmendësh këngët e tua, i din, i duan, i këndojnë. Unë kom bashkëtu me bëhë këngët e të reja. Jo, e nga fjallë që i din përmendësh të gjitha këngët e tua. Po i din sepse kur je akoma aktiv edhe je punosh akoma me punu edhe punon, sigurisht që këngët e janë që onë edhe enjoy.
ata që ju pëlqejnë këngë të reja gjithmonë, ja nisin me ulum të shumë për ty, dhe nëse je më i mirë, nëse je i din. Edhe i pojnë në cilë, Qëra fjallat e këngët të reja. Apo në nisam. Ja, një nga bashkëpunimet e tua të fundit ka qenë ai me Melindën, një reper e here në karrierë në Shqipëri, në tregun shqiptar. Si ka qenë ky bashkëpunimi? I shkruajt e ti, të shkruajt ajo, si lindi? Thëm drejtin, ne kur fillojmë me punun me një album, flas unë personalisht se kam një metodë time të punës, dhe jena një ekip që merrem me disa gjona në këtë projekt, po them, për një album. Edhe kur t'i bëjmë këngë ose kur lind një këngë në diçka, nëse na merr mendja që po themi kishe me këndu ti, ne themi okay, çto ka me këndu ky janë 3-4 veta që mund me bë mas mirë ti këtu në raport me atë çfarë ne po mendojmë. Edhe zakonisht shisim listën, e shyrëm me këmbë bëjmë çfarë po bëjmë dhe organizohemi. Geti, a ke pasur në albumin e ri, a ka pasur në person të cilin e ke dashur ta kesh në album për një projekt dhe ose ka refuzuar ose nuk ka mundur dot të jetë pjesë? Ose nuk të pëmdojnë pak pyetje pa lidhje të jo, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur kur në jetë ajo parkurë sepse nuk funksionon ashtu. Okej, po ndoshta mund të kesh mënyra e funksionimit profesional kjo. Do të s'ka këtu, po të themu na e bëjmë një konkurrim në dy bashkë, e bëjmë një këngë këtu dhe e bëjmë. Po ndoshta sepse njerëzit edhe janë të zënë ose ndoshta marrin një pauzë. S'po me ulim të diçka, nuk jem çka ka ndodhur, po s'di që ka pas diçka, ose s'di që kam pas shef për pas dikon dhe nuk është album. Ata që kam pas shefur janë aty, që i vlerësoj gjithë për atyre që kam bashkëpunu, si të ri, si të vjetër. Jo mundu me pas edhe ma të ri për shkak disa këngëve që jo konë shumë për mosha po thëm, për ma të ri ose whatever. Të që i na mundu që ta mi bërë nga pak, si pas pëllionës tonë që të rrë. Target është duke u rritur tani, e kemi... Edhe ne fillu me rrit pak të intervistën, duke që e bërë shumë. Vetëm kujtin qanë, vajzan, edhe nga karakteri. Margja të është jeta unë e kam një dashni që sigurisht për gjithkush për fëmijën e vetë, po është e pa përshkrueshme. Por menoj që është që unë, Marina menoj që është që aje. Një konflikt që nuk të shuhet kur këve së për Ja, së është konflikt, ja. Kur t'i njoj miri dhe. Lidre ti shkoj performanca. Mas fari faleminderit juve që keni zhjith kohë marë sot dhe sa për cilë neve. Performanca është një për cilave s'ka marru kur njetë. Më kanë këthy shkencë, për di që me thotë tjetër. Ti është nga klabi në festivale, ku përjeton më shumë emocione ti si artist? Klabi e ka lezetin e vetë, festivali e ka lezetin e vetë. Janë disa këngë që kënohen ma me qefën klub, janë disa këngë tjera që kënohen ma me qefën festival. Normal, festivali është, për që ato ko ma rallës, është ma bukur, ma madhe, ma fështirë më organizu, ma fështirë më realizu, bëtë kur realizohë që është Alba Fest të sëtë, pështini edhe vetë sa bukën. Lidri po shikoja pak, por më vajzat çmenden për të cili është cilësi joti suksesit, që çmenden gjitha fanset për Lidrin. Unë e kom me rëndësia jo vogle, mu shpend mas meje. Edhe, unë e bëj muzikë edhe për goca, edhe për quna, so më vishojt. Lidri, ti sa po ke publikuar një super projekt me Raj Strefin. Është bashkëpunimi juaj i dytë. I dytë, yes. Erën do me thonë e kam, qërë, dytë jena ka forë, mas pare, që ka zë një histori me erën. So kur shkojna në koncert, ose dalim një darkë, ose shkojna në studio, nëse unë e vesh nga bardh, ajo këmu vesh bardh. Nëse unë e vesh nga zë, ajo këmu e Dhe kena... nuk e bëni me fjallë? Jo, se bujna me fjallë, so me erën jena e kam një kimi si shok, diçka është e papërshkrueshme edhe shumë kom shef me punu me erën në studio. Kena bo 10 këngë deri sa kena arritë të shkëvdojnë. So, I love era edhe i dëshiroj shumë sukses. Me që jemi të këngët e bashkëpunimet, përveç erës ti ke bashkëpunuar dhe me disa artiste o femra si Kida, si Dafina, Elvana. Me kë ka qenë bashkëpunimi më i lehtë që ka rrjedhur më shumë natyrshëm dhe nuk keni mundur shumë në studio? Erën e kom mas shumë të shoqe, mas vështirë e kom pas me punu me të. Oj, forti! Me qëto punoj mas lete. Mas lete me këto punoj. Po era pse të mundon? Është kërkuese? Jo, s'është kërkuese, po jena qaq shok, so që
edhe gafore, overthinking, 300 pyetje, i bojna para se një skjet. Të kuptoj se dhe unë nga po. So, kur e gjitit lidem? Në 15 korri. 15 korrekt, nuk e një, që kjo DJ jam, kjo ka me 14. Vi që keni gafore gjitha. Gafore. Po të jemi përjashtuar. Ledri, po flitet shumë që ti paguesh shumë mirë në koncerte, jenë ndër më të paguarit. Sa e vërtet është kjo? Go, atë ka zëtë drejt, një atmosferë së sonte, cilat pare ta paguin. E the vetë, më le pa fjallë. Unë momentin që e bëm për lek, s'ki me arrit sukses. Aj sër, unë e bëj pilosh, kësë zemrës, unë e des me muzikë, des për tashnin e publikës, që për mu mas më rëndësi. Pare kema pas dhe ma herë dhe kena me pas. Pak më para përmendëm poemin. A e ka arritur ajo ta kuptoj që babi është i famshëm? Qëne, Gjoj këngës. çdo vojz dashnin e bore ka babin. Power para sysh ajo me famshëm, ajo vojzat e ka një lidhje të veçantë me babën, so Çfarë marrëdhënie keni ju të dy? A çmondesh ti pas asaj, çmondet ajo pas teje? jo më në nuk tua mes për lopë. I got your fake. Ledri. Mos më bëni emocional se janë isin lëtë. Se nuk na lloj. Është goca A di që nga thonë, pa. Okej, babi, ik të koncerti, po mbaj vetëm një koncert, dhe kur të kthesh, me pare të koncertit do më blesh candy. Si gjithë të mirë. Ledri, ti ke shumë koncerte dhe gjatë gjithë vera jote është e te mbushur. A ka një moment të siklet, ose të ka ndodhur një moment në skenë të cilin vërtet je ndier në siklet, ose nuk e ditur si ta menaxhosh? Po moj me mojt men një siklet ose një... Djena të kanë edhe skinë apo ja? Kanë hjellë së djena, po s'm kanë rota man. Po s'me moj men një diçka sikles, më se... S'po di, jam... Se di, s'po m'bjen men qëtar se e kësha tregu, po s'po m'bjen men. Ke shumë vite karrierë dhe eksperienca të ndryshme jetësore. A e kthen të njerë kokën pas dhe bësh pishman për gjërat që ke bërë, apo Ledri shef vetëm drejt? No, edhe me kthy kohën mas kisha ndru për gjë. A më mirë falenderu Shumë faleminderit ti. Edhe shumë sukses e këtë verë. Jeni shumë të mirë se i rapor që po rrim, po kokët shumë nice. Shumë faleminderit. 2 hours later. As dua të flas me njëri dhe as dua të më flasë askush. Okej, misi faleminderit. Okej. Ja pra, ky ishte përgatitur këtë edicion informativ. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim. Studio, se këtë herë ishim gjithë në terren. Ose në ndonjë shtet të botës dhe për ta Ne për çdo gjë themi. What the fuck them. What the fuck, do të thoshte kolegja. Andale!